Në prag të shpalosjes së raportit të progresit, qeveria vion të shkel parimet kryesore të Bashkimit Evropian. Nga LSDM-ja akuzuan VMRO-n se vazhdon të mos bëjë ndarje të aktiviteteve partijake nga ato shtetërore. Lidia Dimova, kryetare e Komisionit për Çështje Evropiane të LSDM-s, kritikoi zyrtarët shtetëror për prezantimin e projekteve qeveritare nga selia e VMRO-s ditë më parë, përgjoja shfrytëzimin e fondeve IPA për reforma në drejtësi. Përveç përzierjes së aktiviteteve shtetërore me ato partijake të funksionarëve të VMRO-DPM-s, publikut nuk I ofrohet as informacioni bazë, kur do t'i tregoj qeveria qytetarëve se nga fondet IPA janë humbur 15.5 milion euro. Gjithashtu 18 milion euro nga agjencia IPARD në Maqedoni janë dhënë bankës botërore që të mos humben. Sipas LSDM-s, këto para që mund të shfrytëzohen për projekte të dobishme për shoqërinë, humben për shkak të mungesës së kuadrove adekuate nëpër institucione. Dimova tha se LSDM-ja ofron zgjidhje më të mirë që fondet IPA të shfrytëzohen për shkollat, ndërmarrjet, bujqit, sindikatat, të rinj dhe organizatat shoqërore.